Ka pasur mbledhje të vlefshme që ju të përcaktoni apo jo prezencën tonë. Mbledhja e komisionit thirret në konsultim me kryesinë e komisionit. Është alfa e funksionimit një komisioni. Nuk ka pasur konsultim për thirrjen e mbledhjeve të komisionit dhe nuk mund dilni dot në konkluzion që kemi qenë ne apo jo në mbledhje komisioni. S'dilni dot më. Prandaj keni nevojë për ChatGPT-n. Dhe përdoreni se neni 24 dhe 55 i rregullores kuvendit që i referoni në projekt vendim nuk flet asgjë për komisionet e posaçme, nuk thot asgjë që ju keni drejt ti ndroni këto komisione në mes rrugës sipas dëshirës dhe qefit tuaj, që të merrni ju shumicën, sepse ju doni të bëni çoçomere gjithë Shqipërinë, siç e keni bërë deri tani me ndarjen sipas votave politike dhe jo sipas interesave të qytetarëve, sepse kjo është e vërteta. Veni mend në kokë, mos bëni ultimatume as në konferencën e kryetarëve, as në seancën plenare, sepse ne jemi parti që vendimet tona i marrin vetë, jemi autonom.